I nderuar kryetari i komunës, zoti Zënën Rezaj, kryetari zoti Fadil Goshi, drejtorët e drejtorive, asamblesë të asamblesë komunale në Klinë, i nderuari komandanti i policisë, i nderuari ish kryetari kuvendi dhe ish zëvendës kryeministër në Republikën e Kosovës zoti Ramonaj, i nderuari zoti Smet Krasniqi, mirë se ka në Klinë. Po ashtu kam një obligim veçantë me përshëndet edhe zotin Justaqi, i cili ka në Amerikë, sot me qenë bashkë me ne këtu, nderuar ju pranishëm gjithë, nderuar qytetarë të Klinës. Shoqata e dalën nga lufta, i nderoj hoqë, të ndjetur prezencë dhe të gjithë ju që jeni sot prezent këtu, edhe në emrin timin edhe të kuvendit, jo vetëm ju, po shfrytëzoj ose të gjithë qytetarët e Klinës me ju për tipën e qëllimit të përqeshurit. Sot jemi mbledhur në këtë seancë solene të kuvendit të komunës për të shënuar një nga datat më të rëndësishme në historinë e qytetit tonë, 18 qershorin, ditën e qëllimit të Klinës. Kjo është një ditë kujtese, nderimi dhe reflektimi për sakrificën e brezave të tërë që nuk kursyen asgjë në rrugën drejt lirisë dhe pavarësisë së vendit tonë. Në këtë ditë të shenjtë për qytetarët e Klinës dhe për bashkë Kosovën, për uljen me respekt para veprave së adëtarëve, heronjve dhe dëshmorëve të kombit, të cilët në periudha të ndryshme mbajtën gjallë idealin e lirisë. Me kënaqësi kujtojmë brezin e luftës së kaçakëve, luftës që vërtet e mbajti gjallë frymë, duke filluar nga Sati Kramaj me Veisha, Nur Përveshi, Fejs Boja, Mal Bashota e tjerë, dhe deri te pjesa e gjeneratës më të re që vërtet dhanë kontribut në kushtimin dhe sakrificën e tyre lanë gjurmë të pashtyeshme. Kjo rrugë e gjatë drejt lirisë kulmoi me luftën e hyjke të ushtrisë të Kosovës. Prandaj sot me respekt kujtojmë komandantin legjendar Adem Jasharin, familjen Jashari, familjen Haradinaj dhe shumë familje të tjera që dhanë dëshmorë dhe heronj për kombin, për lirinë e Kosovës, e po ashtu me pietet të kujtojmë edhe komandantin tonë, komandantin Muj Krasniqi, bashkëpunëtor Ali Krasniqi, të cilët sakrifikuan dhe dhanë jetën për këtë ditë që ne ekzistojmë sot. Klina dha shumë dëshmorë, Klina dha shumë martirë. Tu përfshi edhe rastin që kemi marrë kratan, domethënë që ka qenë viktimat e Kralanit, por edhe pse ky gjak, ky mundi që është bërë, domethënë nuk shkoi huç për shkak se ne arritëm me i shfrytzu këto liri që sot i gëzojmë, këto ditë që ne dhe gjithë qytetarët e Klinës me kënaqësi kujtojmë. Të nderuar pranishëm, liria që gëzojmë sot nuk është fryt i një dite apo i një brezi. Të vetëm, ajo është rezultat i një sakrificë të gjatë dhe të përbashkët. Është merit e familjeve ardhëtare, që strehen, strehuan dhe mbështeten luftën luftëtarët në kohën më të vështira. Është merit e nenave shqiptare që ndonë kafshatën e bukës përqendrore, e mësimdhënësve dhe intelektualëve që ruajtën arsimin dhe gjuhën shqipe në vite të represionit, si dhe merkatës sonë e cila me kontributën e saj financiare mbajti gjallë arsimin, rezistencën dhe shpresën për liri. Me gjithatë, mbi të gjitha, liria jonë është merit e luftës së drejtë të ushtrisë të Kosovës dhe dëshmorëve të saj, të cilët dhanë atë që me shtrejta domethënë jeta tyre. Krahas kësaj sakrifice, ne shprehim mirënjohjen tonë edhe për vendet unike dhe aleatët tonë, NATO-n dhe shtetet evropiane, të cilët kontribuan në çlimin e Kosovës dhe në hapjen e një kapitulli të ri për popullin tonë. E gjithë kjo sakrificë shekullore u bë që ne sot të jetojmë të lirë, të ndërtojmë institucione demokratike, të rrjedhojmë shtetin tonë të pavarur dhe të krijojmë perspektivë për brezat e ardhshme. Sot 27 dhjetor e çlirimit jemi kënaqur për rrugën që kemi bërë dhe për të arritur që kemi shënuar. Komuna e Klinës, por njëkohësisht jemi të vetëdijshëm për përgjegjësitë që kemi para qytetarëve tonë dhe para amanetit të dëshmorëve. Detyra jonë është të punojmë
çdo ditë që Klina dhe Kosova të jenë vende në më shumë zhvillim, drejtësi, mirëqenie dhe mundësi për të jetuar. Duke nderuar të kaluarën tonë, lardhishme, ne duhet të angazhohemi për një të ardhmë më të mirë, ashtu që siç është ndëruar dhe sakrifikuar në jetën e dëshmorëve tanë. Lavdi e përjetshme e dëshmorëve të kombit, urime Klinë 18 vitorit të ditës së shtrimit. I nderuar kryesuesi i Kuvendit, zoti Enver Berisha, kryetari i komunës, zoti Fadil Gashi, përfaqësues të organizatave të dalë nga lufta fshishtimtare të Kosovës, përfaqësues të institucioneve, ish kryetari i komunës dhe ish zëvendës kryeministi i Republikës Kosovës zoti Ram Monaj, edhe veprimtar të çështjes kombëtare zoti Luz Thaçi Ismet Krasniqi, klerik fetar, familjet e dëshmorëve, të pagjetur të luftës, invalid e veteran të fshishtimtar të Kosovës, qytetarë të komunës së Klinës. Sot në 27 vitorin e shtrimit të komunës së Klinës, ndihem i nderuar që si kryetari i komunës që drejtohem në këtë ditë që shënon festën më të bukur të rrugës tonë historike. Në data historike ne reflektojmë për të kaluarën, për sakrificat shekullore të këtij populli që asnjëherë nuk e pranoi rubrinë në nshtrimin, padrejtësinë dhe asimilimin. Në këtë përvjetor, si çdo përvjetor e ditë tjetër me krenari kujtojmë dëshmorët e kombit, martirët dhe të gjithë ata që sakrifikuan për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Kujtojmë me dhëmbje të madhe dhe nderim edhe të pagjetur, plag ende hapur për familjet e tyre, për Klinën dhe mbar shoqërinë tonë. Njëkohësisht shprehim respektin ton për invalidët dhe veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, të cilën mbeten shtyllë e lirisë që gëzojmë sot. 27 vjet më parë, më 18 qershor të vitit 1999, në qytetin e shtruar të Klinës hyn ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Hyn heronjtë tanë, të cilët luftuan e sakrifikuan që ne sot të gëzojmë këtë ditë. Bashkë me ta hyn edhe ushtarët e NATO-s, të cilëve jemi shumë falënderues. Në shtëpitë e djegura e pronat e shkatruar u kthyen edhe mijëra qytetarë shqiptar që ishin dëbuar padrejtësisht nga regjimi serb. Liria ka pasur çmim të shtrenjtë. Kjo u arrit pas shumë shekuj sakrifice, pas krimeve, terrorit dhe bimesh të kryer nga regjimi serb. Liria jonë është ndërtuar mbi sakrificën dhe heroizmin e bijve më të mirë të këtij vendi. Emrat të pavdekshëm si Adem Jashari dhe familja Jashari, Muj Krasniqi, Luan e Shkelzen Haradinaj, mbi 100 dëshmorëve nga komuna jonë, martirëve të pagjetur të luftës dhe shumë luftëtarë të tjerë janë kur themelin të cilët qëndron shteti ynë, Kosova. Liria erdhi pas luftës së drejtë e të pasur të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ndihmës së shteteve perëndimore të ndërhyrjes së NATO-s, e cili i dha fund regjimit shtypës dhe hapi rrugën e lirisë për Kosovën. Ne jemi minjas të falënderues vendeve mike për ndihmën që na kanë dhënë gjatë luftës për liri, si dhe mbështetjen për ndërtimin e forcimit të shtetit. Me respekt dhe mirënjohje kujtojmë kontributin në madh të ish presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Sot, teksa ne festojmë 27 vjetorin e shtrimit, ish krerët e luftës, ish krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ish krerët e Republikës Kosovës që luftuan për liri dhe shpallën pavarësinë e vendit tonë, po përballen me procese gjyqësore të padrejta. Festa jonë pashqyrtarët është të mangët, prandaj teksa ne presim vendimin për vendimtarët e gjykatës, besojmë fuqishëm në luftën e drejtë e të pastër të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe shpresojnë që për vjetorin tjetër ta festojnë bashkë me ta dhe me liri. 18 qershori nuk është vetëm një datë për kujtimi, por edhe një ditë reflektimi për të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen. Brezat e rinj kanë fatin të jetojnë në liri dhe të ndërtojnë jetën e të ardhmen e tyre, duke u edukuar e zhvilluar në potencialin e tyre në shërbim të familjes, komunës dhe shtetit. Detyra jonë është që këtë liri ta ruajmë, ta forcojmë dhe ta shndrojmë në mirëqenie, zhvillim dhe perspektivë për të gjithë qytetarët. Sot, 27 vjet pas qërimit, Klina dhe Kosova kanë shënuar zhvillim të rëndësishëm në fusha të shumta, megjithatë rruga jonë vazhdon, prandaj me përkushtim, transparencë dhe punë të ndershme duhet të vazhdojmë të ndërtojmë komunën dhe vendin tonë
çdo ditë më të fortë dhe më të zhvilluar. Urime 18 qershor dita e shërimit të Klinës, lavdi e përjetshme dëshmorët të kombit, nderimi i përhershëm për martirët të pagjetur dhe gjithë luftëtarët e lirisë. Falenderoj. Nderuar të pranishëm në këtë seancë solene, të nderuar familjet e dëshmorëve, i nderuar kryetari i komunës zoti Zenone Lezaj, përfaqësues të institucioneve, veteran invalid të luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës, familjet e martirëve dhe pagjeturve, media dhe qytetarë të nderuar. Sot në këtë ditë të veçantë dhe të shenjtë për të gjithë ne, kemi nderin të jemi bashkë për të shënuar 18 qershorin, ditën e çlirimit të komunës tonë dhe ditën e dëshmorëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në emër të 3 organizatave të dalë nga lufta OÇK-s Dega në Klinë, ju uroj këtë ditë të madhe të lirisë dhe të krenarisë tonë kombëtare. Sot 27 vite më parë, Klina e gjithë Kosova u çlirua nga një pushtim i gjatë dhe i dhemshëm. Kjo ditë është dëshmi e sakrificës, qëndresës dhe përkushtimit të mira bive dhe bijave të këtij vendi që luftuan për lirinë tonë. Në këtë ditë përulemi me respekt të thellë para kujtimit të dëshmorëve tonë. Kujtojmë dhe nderojmë të gjithë ata breza që dhanë jetën për liri, për popullin tonë. Me krenari kujtojmë luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, kryekomandantin Adem Jashari dhe familjen e tij. Muj Krasniqin e të gjithë dëshmorët e kombit, martirë dhe të pagjeturit e luftës. Falë sakrificës e tyre, ne jetojmë të lirë. Amaneti i tyre është detyra jonë. Ta ruajmë lirinë, ta mbrojmë kujtesën dhe ta nderojmë gjithmonë sakrificën e tyre. Një respekt dhe mirënjohje e veçantë u takon familjeve të dëshmorëve, të cilët me dhimbje dhe krenari bartin kujtimin e heronjve të tyre. Ata meritojnë për herë respekt dhe dinjitet që i takon një familje herojta dhe jonë. Sot nderojmë dhe respektojmë të gjithë luftëtarët, veteranët, invalidët e luftës, të gjithë ata që u rreshtuan përballë së keqes, për të sjellur dritën e lirisë, ku disa ranë dëshmorë që të dëshmojnë se sa e vlefshme është liria, e disa janë të gjallë, që të dëshmojnë se sa rend ishte kjo rrugë deri te liria, respekt për çdo luftëtar. Liria nuk na fali askush, ajo fitua me luftë, sakrificë gjatë të bijeve dhe bija më të mirë të atdhejut nga ushtria shqiptare e Kosovës. Me mirënjohje të thellë kujtojmë edhe aleatët e thanë NATO-n, në veçanti Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për mbështetjen dhe ndihmën e tyre në ditët më të vështira të Kosovës. Liria nuk ka kuptim liri pas lirimtarët tanë në liri. Të nderuar të pranishëm, lavdia e dëshmorëve nuk shuhet kurrë, ajo jeton në kujtesën tonë, në zemrat tona dhe në brezat që do të vinë. Urime festa e madhe qershorit, lavdi e përjetshme dëshmorëve të kombit, nderimi i përjetshëm çlirimtarëve tanë, respekt dhe mirënjohje për familjet e dëshmorëve, veteranët, invalidët e luftës, martirët dhe të pagjeturit e tonë. Urime dita e çlirimit Klinë, 18 qershor. Mirënjohje Zotit Ramonaj për kontributin e veçantë atëtar dhe politik, si dhe sakrificën familjare për lirinë, pavarësinë dhe shëndetimin e Kosovës. Shëndetje të gjithëve, shumë i respektuar kryetari i komunës së Klinës, zoti Zenone Lezaj, me kryetar, kryesues, drejtor, asamblist, përfaqësues të organizatave në Klinë, gjithë të pranishëm. Fillimisht do t'ju uroj ditën e sotme, festën më të madhe që mund të ketë një vend, sepse festë më të madhe se sa liria prej një periudhë të gjatë të dominimit të punës, ndaj se nuk ka. Gjithë këto fjalë që u thanë para polësit
vërtet meritojnë të mohën e të jenë në mendjen tonë për gjithmonë, sepse liria nuk ka qenë e lirë, është pagu mjaft shtrenjtë, me numër të madh viktimave, me gjatë, por edhe me kontributin jashtëzakonshëm të Ushtrisë Shtetërore të Kosovës dhe të forcat NATO-s të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Urimi juve, përmes jush gjithë qytetarëve, për mund pjesën më të madhe që mund ta ketë Klina ditën e lirisë të komunës, natyrisht edhe gjithë Kosovës. Unë du të falenderoj shumë qytetarët e komunës për mirënjohjen që jep, e cila thanë të drejtën sot jotëm që më shton emocionet, po me bën një nder të jashtëzakonshëm, mas poku për dy segmente që i shpreh vetë kjo mirënjohje. E para për kontributin që është vlerësuar, jam përpjek të dhënë, dhe natyrisht edhe për sakrificën dhe sakrificën e ka bërë gjithë populli i Kosovës, edhe i Klinës, kështu që ky segmenti i sakrificës dhe i kontributit përmend vetë i jashtëzakonshëm dhe jashtëzakonisht nderues, por ka edhe segmentin tjetër të jetëgjatësisë. Një mirënjohje e tillë është e pavdekshme. Edhe për mua më bën nder, më bën respekt, la anash pak modestin, të më drejtën më bën edhe krenar, se unë kam pas edhe do mirënjohje më herët, po kjo që marr sot për kryetarit të komunës time, më besoj se më bën veçantë me e përjetuar edhe me entuziazëm, edhe me respekt të gjithmonë për komunën, për kryetarin, për gjithë qytetarët. Kështu që unë dëshiroj të paralel me falenderimin të uroj që Klina të vazhdoj të zhvillohet kështu, siç është zhvilluar, siç do të zhvillohet, dhe të respektoj natyrisht gjithë ata që kanë merita për lirinë e sotme, pa të cilën nuk mund të kishim as këtë të sotme dhe nuk mund të kishim as të nesërmen. Harrohet përshëndes në mënyrë të veçantë zotin Luz Tashi dhe Ismet Kasinqi që sot më shoqërojnë mua dhe unë jam shumë mirënjohës. Kryetar, faleminderit shumë, urime gjithë qytetarëve për festën e madhe. Nderuar pranishë, e kaq po përmbyllim seancën e çalimit. Luke
Ndërim të dëshmorëve të kombit, ju ftoj për 1 minutë heshtje. Mjafti. Në ndërim të martirëve, ju ftoj për 1 minutë heshtje. Mjafti. Në ndërim të ish kryetarit të komunës, ju ftoj për 1 minutë heshtje. Mjafti. Ndërim të herojt të kombit, Arben Haliti, ju ftoj për 1 minutë heshtje. Mjafti.